Prej disa ditësh me radhë, situata në kantierin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës është kthyer në një përplasje të fortë mes ortakëve të projektit, ndërsa në mes të këtij konflikti janë gjendur qindra punëtor, inxhinierë dhe specialistë shqiptar dhe të huaj, të cilët pretendojnë se po pengohen të ushtrojnë normalisht detyrën e tyre. Në hyrjet e aeroportit, edhe këtë të premte, janë regjistruar tensione dhe bllokime, ku sipas denoncimeve të bëra publike, punojëse nuk është lejuar hyrja në ambientet e punës. Konflikti lidhet me kompani ndërtuese dhe aksionerët e projektit të aeroportit. Aksioneri kryesor i aeroportit, biznesmeni kosovar Bexhet Pacolli, ka reaguar publikisht duke deklaruar se projekti është ndërtuar ekskluzivisht me financimet e tij dhe se deri më tani janë investuar dhe garantuar mbi 310 milionë euro. Sipas tij, vetëm kompania kryesore e punimeve, e përfaqësuar nga punëkryesi Valon Ademi, ka marrë mbi 35 milionë euro nga garancitë financiare të kompanisë Mapco. Por konflikti mes ortakëve nuk duhet të përfshijë policinë e shtetit dhe se struktura shtetërore nuk mund të përdoren në favor të njërës palë. Sikundër edhe vetë Pacolli ka deklaruar prej afro 9 muajsh, kompania dhe stafi i saj janë përballur me tensione të vazhdueshme, presione dhe situata të cilat sipas tij po pengojnë funksionimin normal të kantierit dhe përfundimin e punimeve. Sipas pretendimeve të ngritura nga përfaqësues të kompanisë, policia e shtetit dhe konkretisht strukturat e policisë në Vlorë kanë qenë të pranishme në hyrjet e aeroportit gjatë bllokimit të aksesit për punëtorët dhe specialistët. Policia nuk duhet të përfshihet në një konflikt civil apo tregtar mes ortakëve, ndërsa kërkohet që institucionet të qëndrojnë neutrale dhe të garantojnë vetëm rendin dhe sigurinë publike. Një tjetër element shqetësues si kësaj situate është ai që raportohet brenda territorit të aeroportit. Burime pranë kompanisë bën me dije se mbi 50 inxhinierë dhe teknik kinez ndodhen ende të izoluar në kampin e Makpos, pa mundësi lëvizje normale dhe në një regjim të konsideruar të pazakontë nga drejtuesit e kompanisë. Sipas tyre, specialistët e huaj janë vënë përballë alternativës për t'u larguar nga territori pa të drejtë kthimi, çka konsiderohet një situatë alarmante për standardet e trajtimit të personelit ndërkombëtar të angazhuar në projekte strategjike. Përfaqësuesit e investitorëve paralajmërojnë se nëse nuk gjendet një zgjidhje institucionale dhe ligjore për konfliktin, çështja mund të përfundojë në arbitrazh ndërkombëtar. Por dëmi financiar që mund t'i shkaktohet shtetit shqiptar nga një proces i tillë arbitrazhi mund të arrijë nga 500 deri në 700 milionë euro, shumë e cila në fund do të rëndonte mbi buxhetin e shtetit dhe taksat e qytetarëve. Ndërkohë, situata në kantierin e aeroportit vijon të mbetet e tensionuar. Punëtorët shqiptar dhe nënkontraktorët shprehen të shqetësuar për të ardhmen e tyre dhe për pezullimin e aktivitetit në një projekt që konsiderohet kyç për zhvillimin ekonomik dhe turistik të jugut të Shqipërisë. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme të institucioneve për të garantuar të drejtën për punë dhe për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit. Policia e shtetit duhet që të japë sqarime mbi arsyet e pranisë së forcave të saj në hyrjet e aeroportit dhe mbi masat e ndërmarra në raport me konfliktin mes palëve. Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës konsiderohet një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në Shqipëri dhe çdo vonesë apo konflikt i zgjatur rrezikon jo vetëm afatet e përfundimit të punimeve, por edhe klimën e investimeve të huaja në vend, si dhe sezonin turistik në perspektivën e gjatë. Për këtë arsye kërkohet transparencë plot, respektimi i ligjit dhe një zgjidhje e shpejtë institucionale për të shmangur pasojat e rënda financiare për Shqipërinë. Nëse nuk do të ketë një zgjidhje, rrezikon që çështja e aeroportit të Vlorës të shkojë drejt arbitrazhit, duke paralajmëruar një kosto nga 500 milionë euro deri në 700 milionë euro si dëm shpërblim për shtetin shqiptar dhe që duhet të paguhen nga taksat e qytetarëve të Vlorës. Prej disa ditësh me radhë, policia e shtetit po ndalon aksesin e inxhinierëve dhe profesionistëve shqiptar dhe ndërkombëtar në vendet e tyre të punës në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Dhe diçka e tillë nuk është as pak serioze, pasi policia duhet të jetë garante e ligjit dhe jo të favorizojë njërin apo tjetrën palë në konflikt.